Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të marrim dy shenjat e horoskopit për muajin maj. Ç'na thot Dashi? Energjia shpirtërore. Maj hap një cikël të fortë të vetëdijshëm. Do të ndjesh sikur brenda teje ka një zë që nuk pranon kompromis. Nervozizmi i brendshëm nuk është dobësi, është shenjë që po i afrohesh një të vërtete. Dashuria, marrëdhëniet bëhen më të vepërdrejta se kur. Në çift ose afroheni ose keni një përplasje, pra keni pak konflikte. Ka pasion, por ka dhe përballje. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të papritur dhe shumë intensive. Një lidhje që nuk është e lehtë, por që do të ndryshojë. Parat dhe financat. Fillimi i muajit sjell impulse për vendime të shpejta. Për pak kohë do të hapet një portë dhe do të vinë gjëra të mira, do të veprosh me shpejtësi. Nga mezi i muajit maj hapen mundësi konkrete për projekte dhe bashkëpunime. Një ide e spontane do të vijë shumë shpejt në jetën tuaj për sa i përket muajit maj. Kemi Denin. Pra, ç'ta thot muaj maj për shenjën e Denit? Një muaj rikthimit e vetja. Ndjen nevojën për të siguruar dhe për të stabilizuar jetën tënde në çdo pjesë të saj. Dashuria. Në çift kërkohet më shumë hapje emocionale. Nëse ke qenë pak forcë, kjo del në pa dhe do të ketë një zgjidhje, kërkon zgjidhje, por do të ketë mundësi për të zgjidhur. Ka potencial për një thellim të madh në brendësi të vetes tuaj, për një komunikim më të lehtë midis personit tjetër. Beqarët mund të takojnë dikë që sjell qetësi, por edhe që një sfidë për të dalë nga ajo rehatia ku jeni, nga pjesa e vetmisë. Tek pjesa e financave dhe e punës, kemi një ritëm të ngadalë, por të sigurt. Pra, më mirë ngadalë dhe me siguri. Një mundësi financiare mund të vijë nga një ide ose nga një projekt i vjetër. Mos u nxisni, merrni vendime në qetësi, sepse aty është çelësi i suksesit tuaj. Këto ishin dy shenjat për muajin maj. Faleminderit shumë, miqtë e mi.